ka nevoj edhe për një mandat ku koalicioni... Ka një 50% kësa here, po petoni formën ma moderume. Jo, po i kërkojmë hiç pa moderim. Ne i kërkojmë përsëri 50%, sepse jemi të bindur që fatkeqësisht nevojitet përsëri 50% me qëllim që të mos ballafaqohemi me të njëjtat. Se me votën dikush kur për shembull po kërkoni pra 50%. Kjo janë me kuptues që nuk jeni të gatshëm për kompromis, nuk jeni të gatshëm për bashkëqeverisje, nuk jeni të gatshëm me u pajtuar me mendume vizione të ndryshme. Mendoni si vetë keni drejt. Pse mendoni si qytetar duhet më ia dhoni juve 50%? Kur juve ju shohin strategji politike si veç one, ose kur kush tjetër. Fidan. Kjo e jep me kuptuar shumë përmendësim politike. Kush nuk është... Unë nuk, për moj pozicion, misë përshtroj si një pyetje si një njeri normal, që i kësha shtru pyetje, pëse du të mja dhon votën dikujna? Në bised normale, kush është ai që nuk e pranon kompromisin? Ai që e ofron koalicionin, apo ai që pa ullë në tavolin e refuzon koalicionin? Kush është i gatshëm për kompromise? Ai që fton në bised, apo ai që madje edhe një bised e refuzon, vjen shumë keq. Nuk i di që kanë refuzu, për shembull, me PD-n ka pas një takim përpara zgjedhjeve të zotit Kurti. Shikoni, neve e kemi thënë qartë, edhe në mandatin e kaluar, edhe në këtë mandat që do vijoj, nuk ka koalicion me PD-n, nuk ka koalicion me PD-n, nuk ka, mund ta përsëris sa herë të duash.